Thot Enes ibn Malik, duke përshkruar lartësinë e moralit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot Enes ibn Malik, i cili 10 vjet i ka bërë hizmet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka ardhur në Medinë pejgamberi, nana e vet u kanë fukara, e ka pas vetë këtë djalë. Edhe ka shkuar pejgamberi ka thonë ja Rasulullah, këtë njerëz që mundun me të nimunë, s'kam me çka me të nimun. Ka thonë unë kam një djalë vogël këtu, i ka 10 vjet. Merre hizmeçar. Shka ti thush që e ka obligim me të bërë? Shka ti thush që e ka obligim me të nguar? Thot Enes ibn Malik. Edhe kjo është sahabia i cili mas gjatë i ka jetuar. I fundi për sahabive që ka ndru jetë është njeri. Dhe ka pas shumë bereqet. Mas shumë dhe thuat që ka pas evlad dhe nipa Enes ibn Malik, nga bereqeti i izmeti që e ka po për nga beri sallallahu alaihi wasallam. Thot Enes ibn Malik, nuk di njeri më të mirë në sjellje dhe moral se sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk kam prek mëndafsh, e as butësi, e as jastëk, më të butë se sa dora e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur i ka fol njerit, o koni butë, alaihi salatu wasalam. Thot, dhe nuk kam nuhat, aromë, më të këndshme se aroma e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I kam ba hizmet 10 vjet. U shëvanu, 10 vjet. Hizmeqari ta di detalin. Hizmeqari ta di detalin. Edhe në për romane, edhe për rofime që ka zonë, do reale, do treme, a hizmeqari që ka është ati, a i shumë muhabet e di. Apo kush ka lexuar romane, apo zakonisht na përdorët me filma, a hizmeqari shumë di, rrit e dera, këshir, apo a i ka shumë material. Andaj shpesh në për luftra vritën hizmeqar. Pse? Sa i di informacion. E Enes ibn Malik thot 10 vet hizmet i kumbo. 10 vjet i kumbo hizmet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur sum ka than of. Ti djale ki loçk, mëlçia jote, i thot largojo del tash mlodha apo? Gruaje ki, bashorte ki, vajze ki, lodhësh pi asajna, lodhësh pi atina. Pse? Se sta ban morali. Thot Enes ibn Malik, çka ka pasur Enes ibn Malik pejgamberi? Aspektin farefistor kur gjo. Thot, kur s'm ka thon of, dhe kur nuk më ka thon diçka që më ka urdhnu me ba, e unë kum harrue se se ki ba. Ja, kur nuk më ka thon. I ka thon banë çket punë. Ai ka harru 10 vjet, 12 vjet, 15 vjet, ka harru. Kur i ka thon sa, o Uneis, e ka përgdhet, o Uneis, e nëse ka posimnin. Ka thon, a ma kryte punën çka thash? Ja Rasulullah, pas na harru tu lut. Çta shkoi ja Rasulullah? Kur nuk e ka rënduar. Pastaj thot, dhe asnjëherë nuk më thonte, sikur ta kishe bo qështu, apo ta kishe bo qështu. Kjo ka qenë nga morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëllezër, në moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe vlerës së moralit ka ardhur se pejgamberi alaihi salatu wasalam moralin e ka pas standard dhe kriter për me mat një njeri a është i mirë a i keq. Thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, hadith që kanë dhënë Imam Muslimin nga Nawas ibn Sam'an radiallahu an, po e kam pyetur pejgamberin alayhi salatu wassalam për të mirën dhe për të keqen. Çka është e mirë Rasulullah, edhe çka është e keqe? I ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, el birru husnul khuluq. A do me di çka është e mirë? Ajo e mira është sjellja e mirë, morali i mirë. Tani a keni parasysh ku thojna morali, krejt ato që ka thënë për moralin gjusisht në terminologji këtu më radh. E ka thënë e çka është gjuna? Ka thënë gjuna është ajo e cila të munon mrena në gjoks. Ka thënë ma hake fi sadri. Hake, arabët i thonë hake kur punon me gjilpon. Apo kur punon me gjilpon. Na shipe përkthejna thumbon. Me gjilpon thumbon. Dhe ka thënë ajo çka thumbon në gjoks. Për shembull, gjilpona është e hollë, ti prek nervat. Ti po kur shkon te dentisti ti prek nervat. Edhe ajo shkakton shumë dhimbta. Apo pak me të prekti me njëherë reflekton, reagon. Për nësëm i tha, a do me di qka gjuna? Po. A ki pas sigur me ta put një gjëlpan mrejna në gjoks, të munon diqka. Pas e ka thonë, dhe s'ki qef me morë vesh njerëzit. Që kjo gjuna? Shiko, për nësëm, a kuptoni, për nësëm, nuk e harron këtu se gjunahi është term kuranor, është liq kuranor, është liq sheriatik. Me gjitha ta, ja përmledhi, që ja përmledhi, ta si të munoj e gjiksi. Ta di se të po gjuna. Sepse pjesë e gjurmëve të imanit është qetësia.
Si ta dish se si t'u bë rahat? Sa të lanë rahat diçka, ka gjunanta. Ta di se ka gjunanta. Ka thënë dhe s'ki qef me morë vesh njerëzit. Pastaj i tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, sillu me njerëzit me sjelljen e mirë. Sillu me njerëzit me sjelljen e mirë.